Edhe servilat janë xhehenem me zullumqart. Pra jo vetëm ata që bojnë padrejtësi dhe shkatrime në tokë, por edhe servilat dhe dashamirësit e tyre dënohen me zjarr. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Dhe mos anoni ka ata që bojnë zullum e padrejtësi, e për këtë shkak t'ju kap edhe juve zjarri, sepse përveç Allahut nuk keni mbrojtës, e mbeteni të pandihmuar. Subhanallah, sa e vërtet, zullumqari t'len balt në ditën më të mirë. Dikush mund të thotë, jo po kemi interes me qenë me filanin e fistekun. Tamam, në rregull, por është ndryshe interesi e është ndryshe me e dashur me zemër. Si na këshillon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush nuk mundet me ndryshu të keqen ose padrejtësinë, as me dorë, as me gojë, le ta urrejnë me zemër, le ta ndryshojnë në zemrën e tij. E kjo është minimalja e besimit. E pakta që mundet me bën një njeri është mos me e dashur të keqen me zemër. Por këtu nuk ka të bëj as pak interesi. Ai përdoret si retorik. Në brendësi është urrëtia dhe përçmimi ndaj besimtarëve. Servilat e zullumqtarëve janë njerëz pa identitet, pa shtyllë kurrizore dhe të smur në shpirt. Është shumë e bukur thania e Ibn Haldunit, po të mjepej mundësia të zgjidhja mes zhdukjes së diktatorëve dhe skllëvërve, unë do të zhdukja këta dytët, sepse këta prodhojnë të parët.